Hotel me pishinë mes ullinjve dhe detit. Ky është një projekt ëndrash turistike me fermë dhe punisht e vaj që kushton afro 4.6 miliard lek. Projekti parashikohet në vendin më joshës të Bregdetit të Divjakës. E ndërsa po kalonte pa zhurmë kjo aferë drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli, tenderi është pezulluar. Njëra nga kompanitë pjesëmarrëse ka denoncuar në Komisionin e Prokurimit Publik mënyrën e vlerësimit me pikë nga Komisioni i tenderit. Bëhet fjalë për tenderin me objekt ndërtimi infrastrukturë ose modeleve të integruara në zona me potencial zhvillimi Divjak, ferma e dijes dhe agroturizmit ullishteve Divjak. Këtu luhet loja për shumë lek, por më e rëndësishme është ideja gjeniale për korrupsion. Merren parat për fermë dhe ngrihet hotel me pishinë Buzdetit, jo vetëm hoteli, por edhe 40 hektar tokë rreth e rrotull. Për këtë projekt është parashikuar fondi limit 458.2 miliard lek pa TVSH. I do hoteli këto lekët. Për të justifikuar qëllimin ngrihet edhe një punisht e vaj ulliri aty pranë, por fondi nuk justifikohet se punishtja e vajit edhe më e sofistikuar atë jetë nuk kushton më shumë se 300.000 euro. Por lekët e tjera, me sa studiuam dokumentet dhe preventivin, hoteli do të hajë më tepër lek. Tenderi i hapur më 9 tetor dhe i mbajtur më 27 tetor 2025 është i mbushur me veprime korruptive që përdoren rëndom për eliminimin e konkurrencës. Nga 21 kompani pjesëmarrëse, 10 janë skualifikuar menjëherë. Kjo procedurë është shënuar me flamur të kuq nga Open Data Albania. Në formularin e shpalljes së fituesit më 6 nëntor 2025, menjëherë të bie në sy oferta e vëllezërve Bitri më e larta se të gjitha. Bashkimi i operatorëve Alma Construction ShPK 51% dhe Ina ShPK 49% ka bërë ofertën me vlerë 346.7 miliard lek pa TVSH. Partneri i Bitrit në këtë tender është Ferdinand Saushi, një tjetër peshkaqën i fondeve publike. Por vini re se sa shumë oferta më të ulta ka skualifikuar Komisioni i FSHZ. Lojës me pikët që bën Dritana Golli për vlerësimin e ofertave në përtendera i ka dalë boja me kohë. Janë në qindra vendime të KPP-s dhe disa raporte të KLSH-s që kanë vërtetuar se fituesit e shpallur nga FSHZ nuk përmbushin kriteret.